Të premten kryebashkiaku Sergej Sobjanin deklaroi se mbrojtja ajrore ka ndërhyrë me shpejtësi për të zmbrapsur dronët që drejtonin drejt Moskës. Sobjaninin theksoi se shërbimet e urgjencës janë aktivisht në vendin e ngjarjes për të shuar mbeturinat dhe për të monitoruar situatën, ndërkohë që nuk janë raportuar asnjë lëndim në kryeqytet ose në një sulm të mëparshëm mbi një kompleks nafte në rajonet jugore të Rusisë. Megjithëse Sobjanin nuk e përmend direkt Ukrainën, incidenti ndjek një varg sulmesh me dron që filluan nga Kievi pas dërgimit të 10 mijëra trupash ruse në Ukrainë më shumë se 3 vjet më parë. Këto sulme, kryesisht të synuara ndaj energjisë dhe infrastrukturës, janë shkaktuar nga tensionet e vazhdueshme rajonale, duke ngritur shqetësime për stabilitetin e zonave strategjike. Në një ngjarje të ngjashme, Veniamin Kondrativ, guvernatori i rajonit jugor të Krasnodarit, raportoi se një sulm nga ana e Ukrainës kishte shkaktuar një zjarr në një rezervuar benzine në kompleksin e naftës Tuapse, ku rreth 121 zjarfikës ishin mobilizuar për të shuar flakët. Edhe pse nuk u saktësua nëse sulmi ishte me dron apo me raket, incidenti thekson sfidat e sigurisë që po hasin objektivat energjetike dhe infrastrukturat kryesore. Në rajonin më të gjerë të Moskës, guvernatori Andrei Voroibov raportoi se 3 nga dronët që fluturonin drejt kryeqytetit udhëzuan mbi zonat e tij. Mbeturinat e dronëve u vendosën në kantier ndërtimi dhe në një ndërtesë në ndërtim, ndërsa një nga dronët goditi çati në një ndërtesë banimi shumë katëshe në perëndim të qytetit. Autoritetet vazhdojnë të monitorojnë situatën për të siguruar që këto incidente të mos shkaktojnë pasojë të mëtejshme për sigurinë publike.